Miq të dashur, përshëndetje. Po e nisim një seri të podcasteve në projektin e Zbunkerit që realizohet në kuadër të luftimit të projektit luftimi i ekstremizmit në Kosovë, pritjet dhe sfidat dhe kundërmasat, projekt ky i financuar prej ambasadës së Holandës në Kosovë. Në kuadër të kësaj serie të podcasteve, ne do të synojmë të identifikojmë problemet e ekstremizmit të dhunshëm në vendin tonë, po ashtu sfidat me të cilat përballet shoqëria e Kosovës në kuadër të kësaj fushë. Po ashtu, do të synojmë të kemi edhe mysafir me të cilët do të flasim për sfidat rajonale të trajtimit të ekstremizmit të dhunshëm, në veçanti të ekstremizmit të djathtë, i cili na shpërfaqet edhe në Shqipëri, po edhe në vendet e tjera të Ballkanit, kryesisht në Serbi, Bosnjë e mbar regionit. Do kemi mysafir të ftuar të cilët do na tregojnë për gjendjen në Bosnjë, gjendjen në Serbi, gjendjen në Republikën e Shqipërisë, e po ashtu do të synojmë të kemi një skenim të qartë të situatës për gjendjen me ekstremizmin e dhunshëm në Republikën e Kosovës. Në podcastin e parë jemi nis në bazë, pra në punimin, në studimin të cilën Zbunker e ka prodhu dhe e ka lancu disa ditë më herët, e i cili titullohet Lufta kundër ekstremizmit në Kosovë, një raport i cili është punu nga Adelina Hasani, e i cili ka ndërthur një varg intervistash dhe studim i cili synon të identifikoj problemet të cilat vendi joni ka me ekstremizmin e dhunshëm. Adelinën e kemi ftu sot në hapje të kësaj serie të podcasteve për me pas një përgjigje të saktë për sfidat dhe për të gjeturat e hulumtimit. Adelin, faleminderit që je bashkangjit dhe je sot në studion ton për me zhvillu këtë bashkëbisedim të cilën do synojmë ta strukturojmë në atë formë që të gjithë të kuptojnë për ekstremizmin edhe veçanërisht për gjeturat e raportit që ju i keni publiku. Normalisht në vendin tonë është nis një frymë e cila synon ta shmang diskutimin për ekstremizmit të dhunshëm, duke e mohu dhe duke thënë që problemi i ekstremizmit në Kosovë nuk ekziston, është inekzistent, kemi probleme tjera, etj. Çka thonë dhënat e raportit edhe çka është përshtypja jote prej studimit që e ke bërë? Faleminderit shumë edhe një herë për ftesën. Ne nëpërmjet këtij raporti na mundu me identifiku ekstremizmin në përgjithësi, po gjithashtu edhe ekstremizmin e djathtë, me ato që nuk ka shumë hulumtime që janë bërë për ekstremizmin e djathtë në Kosovë, sidomos mu fokusu çka na kuptojna me ekstremizmin e djathtë, edhe cilat janë problemet që çu manifestohet ajo në Kosovë. Me të drejtë, me hulumtimin natë që kemi bërë në terren, është një lloj perceptimi që vetmja formë e ekstremizmit është ai ekstremizmi fetar, ku Kosova në fakt është përballur me ato viteve të fundit, ku në vitin 2014 për shembull kemi pas pikun e saj. Dhe kjo është transformuar në një farë forme dhe nuk është që perceptohet paktën në formën që ka qenë ekstremizmi, nuk shihet që është problemi i njëjtë që ka qenë në të kaluamën. Mirë po me atë që kemi identifikuar nëpërmjet këtij raportit, nuk e di nëse mundem me u ndal ndoshta pak për metodologjinë e hulumtimit na që kemi bë, ku i kemi i bë diku 17 intervista, kemi pas workshope me persona që janë në vit të parë të frontit, pra që e dinë më së miri problematikën, kemi bë fokus grupe edhe me të rinjt shqiptar, po e them këtu se kemi pas dëshirë me pa edhe që ky ideologjia nacionalistës që lidhet me ekstremin e djathtë, që manifestohet edhe ata që shohin problemin, por nuk kemi arrit me pas një fokus grup me komunitetin serb, me të rinjt për shkak të gjendjes politike. Ndoshta shkurtimisht po besoj që kena me shumë më u thellë më shumë në problematika. Hulumtimi tregon që ka një lloj të ekstremit të djathtë në Kosovë, më shumë narrativisht, ndoshta në forma të narrativave dhe çysh ato manifestohen. Më shumë ka në rrjetet sociale shumë që ka shumë më shumë, por nuk ka një grup të organizuar që mundem me thonë që është mobilizu edhe që është përshfaq këtë ideologjinë të djathtës ekstreme. Po ka forma të ndryshme të cilet një grup i caktuar mundet me u formsu. Formësimi i parë normalisht ideologjik i të djathtës ekstreme ndërtohet të partitë politike, pra të strukturat të cilat garojnë zgjedhje. Prej asaj që vret në Kosovë është që partitë politike nuk e deklarojnë se i përkasin kësaj fryme, madje refuzojnë ta quajnë veten edhe konservator në shumë prej deklarimeve tyre, duke synuar me qenë ka një qendër e djathtë, pra e cila nuk ka elemente të konservatorizmit dhe të djathtës ekstreme. Po a mrihen mu vrejt nuanca brenda partive politike, të cilat tregojnë që ideologjia ekstreme të djathtë prapse prap
fshihet prapa partive politike të cilat në esencë synojnë me qenë shumë parti të qendrës, parti liberale, po në anën tjetër veprimet shkojnë ka konservatoria dhe ka e djathta. Me atë të se ne kemi identifiku, ka qenë sidomos nëse mundem me emru, po gjithashtu ka qenë edhe pjesë e studimit, është koalicioni për familje, që na mësë shumë te kina po që manifestohet që kjo e djathta ekstreme. Nëse rishojmë edhe me partitë të tjera të djathta ekstreme, sidomos në Evropë që janë, e shet që ka nuanca të njëjta. Për shembull, targeti kryesor ka qenë kjo narrativa antigjinore, të cilët është me një farë formë është mundu me imobilizu masat, dhe ka qenë jashtëzakonisht shqetësuese në fakt që na këto narrativa të ekstremit të djathtë fillimisht, është ta me thonë, kemi fillu me i dëgju prej kuvendit të Kosovës. E dina që kanë ekzistuar në celulat të shoqërisë, mirë po nëse flet kur kjo fillon me u bë si një lloj trendi mbrana kuvendit të Kosovës, ku disa deputet mandej që shtrihen mbrana partive politike, fillojnë me përdor një narrativ të tillë, lehtësisht mundem me e mobilizu edhe vetë komunitetin. Kemi pa për shembull gjuha antigjinore që është përdorur ka qenë më e frekshme dhe po ashtu që na tregojnë që ka nuanca të ekstremit të djathtë, nëse mundem këtu me shtri në diskutim, për shembull ka qenë ligji për kodin civil ose për IVF-in që është bo, mandej na e kena pa që kjo narrativ është shpërndar jashtëzakonisht shumë në rrjete sociale. Dhe ndoshta partia koalicioni për familje nuk ka arrit me hy në kuvend, mirë po gjithsesi paraqet shqetësim të cilët ka pas përkrahje, i paraqet hapat e para se si mundet me u bë ky mobilizim. Në anën tjetër, kjo parti mohon që i përket ekstremit të djathtë dhe synon me e tregu që i përket një të djathtë konservatore dhe kanë përmend shembuj të vendeve të Evropës që ka parti të cilat synojnë me ndërtu shoqëni mbi këto vlera, pra ata nuk synojnë nuk proklamojnë që janë parti e ekstremit të djathtë, mirë po fshihen pas konservatorizmit që cilën ata e proklamojnë. A është duke u lujt me terma? Është duke u lujt me terma, nëse mundem me prapë me u kthye te pjesa e hulumtimit, me ato që kemi mujt me gjetë, është që si manifestohet ekstremi i djathtë në Kosovë është epokra etnonacionalizmi, apo narrativat etnonacionaliste, narrativat antigjinore, madje edhe ato fetare, ka raste kur janë edhe antifetare, për shembull që kena pa raste me lëvizjen e Deçanit. Po çka është karakteristike e ekstremit të djathtë, edhe normalisht në hulumtim jemi mundu me paraqit një definicion se çka nënkupton ekstremi i djathtë, është një proces kur mundohesh me tjetërsu tjetrin, me bu tjetër. Edhe ky procesi i tjetërsimit është zakonisht e targetu një grup minoritar. Çat grupin minoritar mundohesh me paraqit si problem kryesor kombëtar. Dhe kjo është problematika se ti krijon një lloj iluzioni të frikshëm që çaj minoriteti në fakt kur nuk mundet me marr pushtetin. E din që në pamundësi për me marr pushtetin e paraqet si frigën më të madhe. Edhe kështu mundohesh me mobilizu komunitetin. Kjo pastaj e shohim me koalicionin për familje, pse është ekstrem i djathtë, është që për shembull e jep një lloj një intervistë ku tregon që është taku me elektoratin e vet, i ka treguar arsyeën se është largu nga vetvendosja, e thotë partia vetvendosje po do me bë martesa mes burrave dhe burra me burra, gra me gra. Kjo është arsyeja pse unë jam largu prej lëvizjes vetvendosje. Pra mundohet me paraqit që problemi ose misioni kryesor i asaj partie politike është me mbrojtë të drejtat e komunitetit LGBTI. Ose për shembull kena pa në disa emisione është përmend kjo mbadi jo vetëm prej koalicionit për familje, po disa deputet në emision kanë tregu për shembull të ju referu IVF-it, që nëpërmjet IVF-it këta mundën me marr, mundën me u përzi edhe kombësia shqiptare, mandej mundën me qenë edhe që ka, domethënë, përzierje të gjakut edhe të gjeneve të atën nëse tjetër. Kjo tregon jo prej komuniteteve tjera, por prej serbëve. Që kjo në fakt ka edhe elemente fashiste në vetvete, që është një lloj grumbullimi te targeton një komunitet të caktuar, i targeton grupet minoritare zakonisht, i targeton gratë, i targeton komunitetin queer që janë minoritet, pastaj mundem me qenë edhe këtu minoritetet po ashtu fetare. Kështu që është një lloj kombinimi që na i kena pa, kjo merr forma të ndryshme varësisht për cilit komunitet ose çfarë konteksti po flet. Në Gjermani mundet me qenë ndryshe, në Francë ndryshe, në kontekstin e Kosovës po e shohim që narrativat antigjinore, etnonacionalizmi po merr një lloj kombinimi. Në parim homofobia është njëra prej frymave që proklamohet prej të djathtës ekstreme dhe
ajo që e kemi vrejt në zgjedhjet e fundit, përpos narrativave që tregojnë qartë që janë homofobike, kemi vrejt edhe një tërhiqje të kandidatëve për deputet për me folë për të drejtat e komunitetit LGBTI+. Kemi vrejt që disa prej tyne edhe janë dëshku me votë për shkak se kanë folë për të drejtat e tyre, madje kemi vrejt edhe fushata ndaj politikanëve që kanë qenë aktivist për të drejtat e komunitetit LGBTI. Apo na tregon që kemi një problem, një shoqënie e cila ka prirje për me qenë homofobike. Ka këto e përmend edhe më herët që në celulat të shoqënisë në fakt ekziston një problem i tillë. Edhe na me raportin na mundu me tregu këto, nëse nuk ka një mobilizim të saktë një partie të djathtë ekstreme, në celulat të shoqënisë ekzistojnë këto që lehtësisht mundet me dalë dikush edhe me mobilizu këto, edhe me ato që e përmendë, ka nuanca të homofobisë mbrana në shoqëni. Edhe këto e sheh edhe shumë me të drejtë. Këto e sheh për shembull targetohet sidomos familja, që po shkatërrohet familja tradicionale. Edhe këta janë mbrojtësit më të rëndësishëm të familje që disa deputet ose po e përmendi koalicioni për familje dalin edhe tregojnë veten si një lloj heroj për me mbrojt familjen tradicionale. Na mandej edhe kur i kina pas disa takime po du me tregu vetëm këtë frigën që e shkakton te shoqënia. Edhe mandej disa deputet friksohen mu deklaru që e mbrojnë ose janë aktivist për të drejtat e LGBTI-s me qëllimin se mund ndëshku nga shoqënia. Vetëm po du me tregu se si e shfaq frigën te komuniteti. Ne kemi pas disa takime edhe me të rinjet, ku na kanë tregu për shembull për problemin, po vetëm këta po dojmë na shkatru familjen, ose vlerat që po na vijnë nga perëndimi ndoshta nuk janë bashkë të përshtatshme për komunitetin ton. Në momentin kur fillon me bisedu me ata, edhe flet që jetu fol për një komunitet të caktuar që nuk po ta cënon familjen tonë, ose nuk po cënon familjen tradicionale, ti mundesh ende mu vazhdu edhe me bëj zgjedhjen tonde për partnerin ton, edhe kjo fillon me pasë një lloj diskutimi racional. Te na mungon diskutimi racional se çka për një menon kupton kodi civili dhe çka është IVF-i, edhe nëpërmjet kësaj euforie, frige, na krijon pengesa për me diskutu për një me problemi. Që është tipike e lëvizjeve të ekstremit të djathtë, të cilat ofrojnë një rresht narrativ dhe mbi të ndërtojnë krejt frymën. Pra, ne jemi të parët, ne jemi elitarët, ne dojmë me marë pushtetin, këta janë shkaktarët, këta janë ata që po dojnë me pritë shoqëninë dhe nuk lëshohen në diskutim. Pra, është shumë e qartë që ekstremi i djathtë është bardhëzi. Sakt, po kjo madje kohëve të fundit ka fillu me paraqit, madje mundet me paraqit edhe më shumë kërcënim edhe vetë për aktivistët feministe, për aktivistët që përmend për shembull disa deputet nuk deklarohen publikisht nëse kanë qenë avokus të drejtave të komunitetit queer, nuk deklarohen publikisht sepse friksohen nëse po të shkojnë nga publiku ose thjesht nuk të shkojnë nga elektorati tëre. Mi po këtë është që edhe vetë aktivistët feministe janë në kërcënim, këto e kena po trend që është në Evropë edhe në disa vende të Ballkanit Perëndimor, po që ka filluar më bëhet trend edhe në Kosovë, ku sulmohen aktivistët feministe që na kanë pru do vlera të Perëndimit që thjesht po na shkatrojnë traditën tonë. Dhe unë mendoj që na në fakt nuk e kena arrit me kriju që të lloj hapësira për një me të diskutimit edhe me po që këto nuk janë kërcënim për shoqëninë tonë, po janë mjaft progresive, mi po mënyra se si ato proklamohen në fakt krijojnë ato që folëm, mundohen me kriju këtë frikën në komunitet. Tash nëse po flasim për ideologjitë politike të partive politike në Kosovë dhe qasjes liberale që ato në letra e proklamojnë, në anën tjetër, ende nuk i kemi standardin ku një antar i komunitetit LGBTI+ hyn në parti, deklarohet si i tillë dhe garon zgjedhje bashkë me to. Apo mendon që thjesht ka një barierë brenda partive politike, mos me garantu ose mos me toleru përfshirjen e komunitetit LGBTI në strukturat vendimarrëse të partive politike, edhe në garimin, pra në suportin që ish dashur m'ia u dhonë partitë politike, antarëve të komunitetit, për me qenë pjesë ose me qenë të përfshirë në këtë audiencë politike tonë. Në fakt na e shohim një rezistencë në përgjithësi prej partive politike, nuk po flas me i pas mbrana në strukturat e tyre, po me folje edhe veç për të drejtat të njerëzit. E thash edhe më herët. Kur po flas me mbështet, nuk kupton me i rrit në struktura, me i ofru hapësirë, me u dhon pozicione,
me ju garantu financim për fushatat e tjera. Kjo për te nështë me folë për disa parti politike dhe nëse në vetë nuk janë homofob, kam frikë që humbin në elektoratin, thjesht në elektoratin e tëre. Edhe pse vetë një numër i madh i persona mrena në shoqërisë civile, po e thomës aktivistëve përbëjnë elektorat dhe ka pas kërkesa të shumta prej tyre mu transformu edhe vetë programi i partive politike. S'po e thom vetëm për me pas një qasje ma progresive për kodin civil ose për IVF-in, po thjesht me qenë progresiv mrena në programin e partive politike, mi po ato që shohim partit politike në përgjithësi në Kosovë janë pak konservativ në kuptimi me rujtat elektoratin dhe thjesht nuk dojmë mu sfidu me tema të reja. Kjo i bën ata me qenë më proaktiv në fakt, edhe për me mujt haptazi me dalë me mbrojt drejtat e tyre. E kena po për shembull kanë qenë edhe disa raste të tilla kur qoftë me lëvizjen për koalicionin për familje ose prej disa të tjerëve të cilët e përkrahin atë. Kena po për shembull kur është targetuar dhe vetë Ministria e Kulturës që i ka dhënë fonde për një organizatë të cilët i ka proklamu ose i ka mbështet këtë komunitet. Ka një nështë një fërkim të madh, edhe kjo ka është mungese e dialogut, po e thom, dhe mungesa e dialogut bëhet e qëllimshme në fakt, se ti nuk don me dialogu, don me drejtu me frikë edhe don me fitu pushtet nëpërmjet kësaj frike. Kjo narrativa që tashtë parët e shtetit po përdorën për me pru diçka të rrezikshme, diçka të keqe për vendin. A mundet me kalu tash edhe në akte të dhunës, në thirrje për dhunë, me u interpretu si e tillë, për shkak se në një vend të varfër që është Kosova, përdorimi i buxhetit është bukur i kufizuar dhe nëse përdoret duke u krahasu me varfrinë, pra dikush i varfër nuk po merr parë dhe dikush tjetër i cili veç pse i përket komunitetit po merr parë dhe shumë parë dhe po bën luks, a mundet kjo tash mu shndru në një narrativ ose në një thirrje për dhunë dhe për pengesa për anëtarët e komunitetit LGBTI+. Po pikërisht mendoj që kjo narrative është problematike, se nëse na po flasim për një vend më të afërt, në fakt e kishim prit buxhetin mundon në mënyrë të barabartë. Dhe ne pa e bë këtë analiza është nda buxhetin në mënyrë të barabartë, shkojna direkt dhe thojna me një vend të varfër po mbështetet komuniteti. Mi po ai komuniteti është i marginalizuar dhe ka nevojë për mbështetje. Mi po nëse nuk e thojna këtë, e përdorim narrativën që ka varfëni shumë të madhe, njerëzit nuk po mundën me thon kështu popullor që as ushqim për vete, na po mbështesin një komunitet tjetër. Për me bo një piktur, kjo ka qenë... Kjo në fakt e nxit dhunën, e nxit ekstremizmin, sepse ti në farforme e devijon realitetin. Realiteti, po, jena të folë për një vend të varfër, mi po edhe për këta persona paguj taksa këtij shtetit, apo jo. Edhe me një farforme, ky buxheti duhet mu shpërndat që të cilat i mbështet edhe personat e cënueshëm në shoqëni, dhe ata janë të cënueshëm, dhe bëhet një lloj ndarje e buxhetit me një formë të barabartë. E nëse përdoret narrativa e tillë që përdoret prej grupeve të ekstremit të djathtë me deviju në fakt, kjo thot ka një varfëni shumë të madhe dhe na i përkrajim këto grupe të cilat po dojmë e shkatru këtë shtet, po dojmë e shkatru kombin, apo se kjo është kombi, familja është shtylla e kombit dhe këta po dojmë e shkatru kombin. Dhe një narrative tillë, dhe se mund mu përqafu prej këtyre grupeve, është e rrezikshme dhe na jena të i pa nuancat, nuk po themi që ekziston veç se një grup, po e kena po me koalicionin për familje dhe disa parti politike, po nuk është që jena të e po në formë kështu nështë më të kristalizum të një ekstremit të djathtë. Mi po ato që e përmende, kjo është kërcënimi kryesor. Një frym tjetër ose një ndarje tjetër e të djathtës ekstreme dhe të rrymave brenda të djathtës ekstreme është mizogjenia, apo pabarazia midis burrave dhe grave. Në vendin tonë konstatojmë në vazhdimsi pabarazimi midis burrave dhe grave, edhe në pozicione udhëheqëse, po edhe në mbarë shoqërinë. A është kjo lëvizje politike, a është frym ideologjike politike, apo ende jemi viktima të një patriarkalizmit të trashëguar prej shekullit 18-19 në shoqërinë tonë? Po e bëj si pyetje, për shkak se kemi pas një ndryshim të madh në vitet e 50-ta me ardhen e komunizmit në vendin tonë, një ndërhyrje shumë tashpër të shtetit në krijimin e një barazie, një ndërhyrje bukur tashpër dhe ideologjike
për ndryshim të pozicionit grave, të cilat janë vendosur në pozicione, ju është dhënë hapësirë, janë nxjerrë prej një shoqënie patriarkale, në disa raste edhe me dhunë, pra kemi pas vajza që janë nxjerrë prej shtëpive të veta me dhunë për mi dërgu në shkollë, ndërsa tash jemi kthy prapë në vitin 2025 dhe po flasim për problemin e ngjashëm. A është tash ndikim ideologjik, ku partit mrena vetës besojnë që burrat janë më të fuqishëm, apo është reflektim i patriarkalizmit i cili na vjen prej shekullit XIX. Ndoshta më ushtri se kjo nuk ka qenë edhe ndoshta objekti vetë ulumtimit ton, po mendoj që është shumë e mirë për me shtri në diskutim, nëse flasim për një ideologji komuniste që ka qenë, ose socializmi që ka qenë në shtetet e ish Jugosllavisë, që edhe Kosova ka qenë pjesë e saj, e shoh që në fakt kur flasim për emancipimin e grave ose për barazi sociale dhe ekonomike të grave, nuk ka një agjendë feministe. E shohin ma shumë përfshirjen e grave në aspektin social dhe ekonomik që duhet me qenë të barabartë, mi po nuk ka agjendë feministe në vetvete, ose e shoh që në vetvete ka qenë kogja dhe patriarkale, kështu që nuk është sfidu patriarkalizmi edhe brenda strukturave të majta, le të themi. Që kjo ka vazhdu, edhe të paktën leximet e mia ma tregojnë që na kur flasim për atë periudhë, flasim për një strukturë kogja patriarkale, të cilët me një farë forme mundohet me e bo një lloj drejtësie sociale dhe ekonomike, po burrat janë drejtues, ata vendosin edhe agjenda kryesore përcaktohet nga ata. Madje edhe në narrativa është që fillimisht duhet me arrit barazinë sociale, pastaj të drejtat e grave vinë me kohë. Po flasim për të drejtat politike, për faqësimin e barabartë. Dhe me ato që ka ndodhur pastaj pas luftës në Kosovë është që ballafaqohemi me një agjendë të re, për shumicën e ndoshta për Kosovë, për shumicën e njerëzve ka qenë agjenda e perëndimit, që na duhet me zonë hapin me politika ose me demokraci liberale, që në shumicën e rasteve kur janë bërë këto intervista është që ndoshta dhe s'po na bin tamam, ndoshta kështu janë shumë më shumë se sa që na mundemi me i vesh këto si identitet, dhe kjo ka një lloj fërkimi. Po me ato që janë ato e pa në Kosovë viteve të fundit, po gjithashtu kjo ndodh edhe në vendet e Ballkanit Perëndimor, madje atje ka filluar edhe më herët, është që çdo të drejta që na kanë ardhur, sidomos pas luftës me Bashkimin Evropian ose me vetë si agjendë perëndimit, është që ju ka dhënë shumë të drejta grave, madje edhe pa të drejtë, nuk i meritojnë këto të drejta. Kështu që e sheh një lloj, madje edhe brenda institucioneve publike është një narrativ e tillë. Do thonë gratë i kanë fituar këto të drejta me kuota, pa i merituar në fakt. Nuk ka lloj meritokracie. E që kjo narrativa që ka ekzistuar më herët, na e kena dëgjuar në institucione publike edhe në diskutime publike, ka fillu me u bë trend. Ka fillu në kuptimin që kur po e flasin këta, nuk është që politikisht nuk janë të saktë. Ka fillu shumë ma lehtë me e shpreh këto, dhe mendoj që kjo paraqet rrezikshmëri edhe për gratë, po edhe për feministët aktiviste, në kuptimin që na kanë prish traditën, Kosova nuk është pjesë e asaj tradite, duhet me qenë më tradicional, madje edhe këtu në aspekti fetar që luan një rol të rëndësishëm. Që unë e shoh, në fakt edhe me hulumtim e kena identifiku këto, e shoh një lloj problematike, sidomos të mizogjenisë, po edhe sena nuk është mo pabarazia gjinore, është kjo antigjinore, do më thonë për të drejtave që janë fitu, edhe ka një lloj pak kënaqësmërie në shtamrana në komunitet që kanë më shumë të drejta dhe që meritojnë. Edhe me thoni demonizim i të drejtave, pra një fajsim i grave për shumë prej dukurive që ndodhin të na. Kemi pa raste të fëmijëve që dhunën shkolla, probleme tjera sociale të cilat atribuohen tek fajsimi i nanës për mos edukim ose mos kujdes ndaj fëmijës të e harru babën. Sakt. Në fakt kjo brenda diskutimeve që kemi pasur me aktivistët feministe është që në shumicën e rasteve dhe gratë fajsohen edhe vetë kur janë viktima të dhunës në familje ose rasteve të femicidit, gjithmonë mundohet ose dhunës seksuale. Kemi pa aktgjykime të gjykatave ku fajtore ka bë grun për dhunimin sepse ajo është zhvesh tepër. Dhe kjo tregon që ai gjyqtar definitivisht është i ndikuar për ekstremit djathtë. Edhe narrativat mandej në publik, e shet diskutime që bëhen në publik e përcjellin narrativ të tillë gjithmonë, në momentin edhe kur e munosh me tregu ose me thuaj që ka qenë viktima, në anën tjetër brenda diskutimit e shet që mundohet me arsyetu në fakt personin të cilët e ka bërë atë krim, që zakonisht janë burrat. Kjo
narrativ në fakt ka ekzistuar edhe më herët. Mi po tash po e zën një hapësirë më të madhe në agjenda politike dhe kjo është e rrezikshme në fakt, kur bëhet një agjendë politike, edhe gjen hapësira që thash edhe më herët, mos me qenë kështu lehtësisht me thonë. Diçka ndoshta veç me përmend këtu, për shembull në rrjetet sociale kur e kemi bë monitorimin edhe gjatë këtij hulumtimit që kemi bë, nëse në publik në fokus grupe lehtësisht nuk e kanë përmend këtë narrativën antigjinore, e sheh që në rrjetet sociale lehtësisht e përmendim. Masena janë në shumicën e rasteve që janë edhe kështu fake accounts që i hapin edhe lehtësisht e përdoren. Thjesht dojnë me e thonë, dojnë me ndryshu diskursin, po jo do e mu identifiku kush është, sepse hala nuk e kanë fitu terrenin pushtetit publik, nëse munda me e quajt kështu. Një element që po duhet me diskutu është ndikimi i të djathtës ekstreme në vendimarrjen e institucioneve, që është shumë e rëndësishme. Nëse kemi politikanë të cilët kur të miratojnë ligje, nuk i shtyjnë përpara politikat liberale. Nëse kemi gjykatës të nivelit ku arsyeton dhunën seksuale ndaj gruas veç për shkak se është vesh në këtë formë. Nëse kemi policë të cilët nuk i mbrojnë të drejtat e komunitetit LGBTI kur ata shkojnë në stacionet policore për me raportu. Kemi pa dhunë mrena ndaj këtyre njerëzve. A mendon që kemi problem edhe në kuptumit e bazës shtetit tonë, të një shteti liberal, prej zyrtarëve që punojnë mbrana institucioneve tona. Pra, a mendon që këta njerëz ende nuk e kanë kuptu mbi çfarë temele ose mbi çfarë baza kushtetuese është ndërtu shteti i Kosovës, i cili është liberal me kushtetutën e vet dhe ndalon të djathtën ekstreme mu shpërfaq në veprimet e institucioneve. Mendoj që kjo është ndër problemet kryesore, mandej edhe kur kemi bërë diskutimet me zyrtarë të ndryshëm dhe me institucionet të sigurisë, sidomos me institucionet të sigurisë, e sheh që në vazhdimisht të referohen ligjeve të vendet të cilat të tregojnë që një të ligjet më progresive që i kemi. Mirë, problemi është implementimi i tyre. Edhe sa për një me këta jonë të i kuptu këto ligje edhe jonë të i bu pjesë të përditshmërisë punës së tyre mandej. Po e them këto, për te implementimit të ligjeve, kemi probleme edhe të narrativave në fakt që këta i tregojnë këtë problematikë, ose kur flet për ngacmime seksuale, për një me ashtu kuptu prej edhe vetë institucioneve të sigurisë, ku shkon me raportimi kur bëhet edhe në formë verbale, nëse ka ndodhur një ngacmim në formë verbale, ku shkon me raportu në institucionet të policisë, për shembull, a mirret parasysh kjo? E kjo mendoj që është një ndër problemet kryesore, sa na kur janë bërë këto ligje që janë progresive, sa po arrijen mu implementu. Madje tjetër është edhe jo ndoshta që lidhet drejt për drejt me ekstremin e djathtë, po për shembull ka rritje të dhunës edhe brenda në shkolla, dhe në mesin e të rinjve, e di që janë bërë edhe hulumtime tjera të shumta për këto, sa janë të marrë, tash unë e di që institucionet e sigurisë sidomos po mirën me atë pjesë, mirë po duhet një qasje më holistike. Për shembull rrjetet në parim ajo që ka na del për hulumtime, është që institucionet nuk janë të marrë fare me motivin ideologjik të kryerjes së krimit. Pra nëse një fëmijë e ka rënë një fëmijë tjetër, nuk shthellohen institucionet për me pa cili ka qenë motive ose shtysa ideologjike që e ka bëu këto. Ngjashëm na ndodh të dhuna në familje, pra na vetëm e kemi dhunën në familje të identifikuar si sulm të burrit drejt gruas, po pa e trajtu indoktrinimin ideologjik të tij. Pra, në rast se burri ka qenë ndjekës si një frymë fetare, e cila patriarkalizmin e shes si frymë dominante, kjo nuk trajtohet fare as në këtë akuzë as në hetime. Ose në rast se burri ka qenë pjesë në lëvizje të ekstreme të djathtë, e cila synon dominimin e burrave me gra, motivi ideologjik fare nuk identifikohet. Nuk identifikohet as te krimet e urrejtjes. Pra, ne kemi sulmen prej një komunitetin tjetër, dhe motivi nuk gjendet deri në fund. Pra, nuk kemi përcaktim se cilit grup ideologjik i përket një personi cili del në Prishtinë dhe kryen një sulm ose sulmon dikon fizikisht. Ne jemi mundu dhe nëpërmjet hulumtimit me pas që të qasin ideologjike dhe në fakt ideologjia që shumë ndikon në kryerjen e një sulmi ose që bëhet një ekstrem që shndrohet me një akt të dhunshëm. Jena mundu me kuptu që të prapavin ideologjike dhe fatkeqësisht edhe ato që po e thuti, nuk ka që ka shumë njohuri për aspektin ideologjik kur kryhet thjesht një dhunë. Ma shumë shihet si një vepër penale apo jo. Edhe mendoj që problemi kryesor është me institucion
institucionet për me diskutu këtë lloj raporti është që ma shumë mirën me një gjendje faktike nëse ndodh apo jo, ose nëse rekërcënon për me aspektin e sigurisë kombëtare ose të vendit. Ne kemi pas edhe një diskutim dje me Departamentin e Sociologjisë, ku në fakt aty e shet që ka nevojë mu diskutu në aspektin edhe social kjo, që ka nuanca të shumta që munden mu kthy me një akt të dhunshëm, tregon për ideologjitë në fakt që shndruan me një akt të dhunshëm. Po përdesa po flasim vetëm për ideologjitë dhe nuk shet diçka faktike që shndruan me një akt të dhunshëm, e shet që nuk ka shumë edhe reagime prej institucioneve të sigurisë ose për një me mujt me e trajtu këto në thelb se çka mundet me u shndru. E për neve është që kjo fazë është më e rëndësishme se sekret të tjera, sepse e kena mundësinë me parandalu, e kena mundësinë me i kuptu çdo ideologjitë edhe me kështu që mundna me reagu, me intervenu. Nuk na mjafton vetëm burgosja këtyre personave, se fundja kanë mu i reintegrua, po këta persona duhen mu reintegru në shoqëni. Kena aspektin për shembull edukativ që shka me reagu, kena aspektin komunitar, janë disa segmente që duhet patjetër me bashkëpunu me njëra tjetrën. Nëse mund veç edhe diçka me përmend, atë që kena pa me shkolla dhe sidomos me këtë aspektin ideologjik, e shoh që mendimi kritik mungon jashtëzakonisht shumë në shkolla. Ose nëse ka ndryshim të kurikulave, kush ka me i ligjëru? Nëse po flasim për mësimdhënësit që kanë mungesë të kuptimit të këtyre ideologjive, nuk është e mjaftueshëm vetëm i ndru kurrikulat, është e rëndësishme njëherë me përmbrensu për një mentori ose mësimdhënësi, të cilët ka me ligjëru pastaj edhe me punu me nxënësit. Përshojmë këto sidomos me shkolla që është një problem jashtëzakonisht i madh edhe në lidhet me aspektin edhe ideologjik pastaj. Gjithmonë aspekti ideologjik shumë i rëndësishëm edhe arsyeja pse e bona këtë pyetje është në fakt kthimi në problematikën të cilën ne kemi pas me luftëtarë që kanë shkuar në Siri dhe në Irak, e po ashtu lëvizjet islame në vendin tonë, të islamit radikal në vendin tonë, të cilat kanë planifikuar edhe sulme terroriste mbrana vendit tonë. Prej asaj që e kemi pa në disa prej studimeve që e kemi bërë më herët, na ka dalë që këta njerëz të cilët janë shndruar në terrorist. Kanë pas shaja të para të dhunës 5-6 vjet më herët. Pra kam pas probleme në familje, pra ajo që ka përdu me pyet është reflektimi i parë i këtyre njerëzve, pra ka qenë në familjet e tyre. Ideologjinë fillimisht kanë dashur me reflektu në familjet e tyre. Sa mendon që jemi taft si shoqëni mi kuptu reflektimin e ekstremit të djathtë ose ideologjinë edhe në problemet familjare dhe në problemet në komunitet? Fatkeqësisht kena shumë mangësi për me kuptu këto, edhe zakonisht lidhet me pjesën tradicionale, është tradita jonë. Ne nëpërmjet hulumtimit nëse mundem me ndalë, sepse kemi trajtuar edhe këtë pjesën e ekstremit fetar, ato që e përmenda në Kosovë nuk është që po miremi mo aq shumë me ekstremin fetar, sepse po e shohim që nuk ka një lloj organizimi ose një luftë që po ndodh në lindjet e mes, për shembull që ka ndodhur në Siri, ka pas luftëtarë që kanë shkuar atje, dhe përdesa nuk ka një lëvizje të tillë, nuk kena ato e pas si problem të sigurisë kombëtare dhe nuk ka që po mirë me aq shumë me ekstremin fetar. Mi po nëpërmjet hulumtimit çka e kemi pa është në fakt ka një lloj kjo përjetohet më shumë në aspektin individual apo në familje, mirë po ka sheja të para të cilat që ky ekstremi fetar ende është u përjetu. Ka një mobilizim që nuk po bjen, kështu nëse muna me thonë, në radarët të institucioneve të sigurisë, po që mundet më u shndru një problem të institucioneve të sigurisë. Dhe përdesa nuk ka një mobilizim të tillë, institucionet e vendit ose institucionet e sigurisë nuk janë të e marrë si problematikë ose si kërcënim të sigurisë kombëtare. Këto e kemi vrejt nëpërmjet hulumtimit, mirë po ato që na kanë thonë hulumtues të ndryshëm ekspertët, janë të na tregu që janë shumë më të sofistikuar se sa në të kaluarën, dhe është të ndodhur në fakt një lloj radikalizmi fetar që po jetohet në formë të jetës më private, le të themi, për shembull janë kundër drejtave të grave, ose kena pas disa raste, për shembull, bojnë thirrje mos mi besu institucioneve të shtetit. Ose promovimi modeleve të ndryshme të jetës, ku të dy palët janë pjesë e asaj ideologjie, dhe gruaja dhe burri, dhe ata shndrohen më tash veç në
një format të pacënueshëm për institucionet. Edhe pastaj është kjo edhe narrativa tjetër që përmendet, që është jashtëzakonisht e rrezikshme, që lidhet pastaj edhe me ekstremin e djathtë. Institucionet e shtetit janë të korruptu, nuk duhemi besu gjykatave, ose ç'kjo është me të tregu një alternativë tjetër, madje edhe çto grupe që institucionet e shtetit po munohen me na cënu familjen tradicionale, po na bin disa ligje të cilat nuk kanë të bëjnë me traditën tonë, është mbrojtja e traditës. E pse na e kena vështirë me kuptu, ndoshta çto sinjalet e para të ekstremizmit, është kjo narrativa e traditës. Domethënë po na prishin traditën, jena vetëm të mbrojt traditën tonë. Mendoj që kjo është pengesa kryesore sepse gjithmonë e kemi këtë mbulojën e mbrojtjes së traditës, të cilat nuk na mundson ose është pengesa më e madhe për me pa që të ekstremizmin që po na vjen edhe që mund të shndrru në diçka të dhunshme. Kemi folë për gjeneratën e 2012-2014 të cilët kanë shku në Siri dhe në Irak, të cilët janë pjesë e proceseve gjyqësore etj. Po ajo që bjen sy është që në vitin 2022, 2023, 2024 kemi pas prap arrestime të njerëzve që janë arrestuar për shkak se kanë janë të dyshuar për krime mbi motivet religjioze të komunitetit islam. Dhe këta njerëz janë 20-22 vjeçar. Pra në kohën kur janë kryer arrestimet kanë qenë 14-12 vjeçar. Apo flasim tash për një gjenerat 3 të radikalizuar, e cila në fakt na dëshmon që procesi i radikalizimit nuk është ndalë ose nuk është stopu me operacionet e policisë, nuk është ndalë ose nuk është stopu as me ligjin për ndalimin e pjesëmarrjes në luftrat e huaja, mirë po problemi veç është konzervu dhe ka vazhdu më bardh pe gjeneratës në gjeneratë. Në fakt ato që kena mujt me pa nëpërmjet ulumtimit është që punë nuk është ndalë, është sofistiku, në kuptimin që mos me qenë, ndoshta kanë mësu shumë mirë qysh mu më shef për institucioneve të sigurisë, kanë mësu prej gabimeve të tyre, ndoshta qysh kanë mujt mu identifiku në të kalumën, edhe tash e bojnë me një sferë shumë ma private që nuk bin sy të institucioneve të sigurisë. Mi po që kjo gjenerata e re, në fakt është më rrezikshme, sepse na jena të e pa një mungesë ndoshta të intervenimeve më të mirëfillta sociale, ekonomike, pastaj na jena ballafaqur dhe me pjesën e izolimit, të cilët me një farë forme të rinjët i ka pamundsu me u ekspozu me disa vlerave dhe komunikim që mundemi pas me vende më të zhvilluara, le të themi kushtimisht, dhe kjo i ka bë target të grupeve ekstremiste, i bën shumë ma lehtë, edhe të rinjët ende vazhdojnë me qenë target i këtyre grupeve ekstremiste. Nuk e mendoj që kjo ka me u ndal në fakt ndonjëherë, sepse gjithmonë kemi pas gjenerata të reja, ka kriza identitare të cilën ne kemi diskutuar me disa psikolog, të rinjët gjithmonë kanë me vazhdu me qenë target. Dhe për atë arsye është shumë problematike me thonë që ne nuk e kemi këtë problem më dhe vazhdojnë më marrë me probleme të tjera, sepse problemi veç ka me vazhdu me ekzistua aty dhe duhet me pas programe të mirëfillta që kena me e trajtu problemin. Problemi, nëse mund dhe vetëm edhe këto me përmend, sidomos në zonat rurale, diçka që kena mujt ndoshta me e vëzhgu, është që në momentin që përfundon shkolla, çka bojnë këta fëmijë? Çka bojnë? Ose shkojnë le të themi në institucione fetare, që mund po e them që gjithsesi institucioni fetar është problematik, Absolutikisht, edukimi fetar vlerësohet si ndihmës këtë punë, po ku me konstatu që është i miraj. Sakt. Për atë arsye bon target i këtyre grupeve, ose për shembull kalon kohë shumë ma shumë në rrjetet sociale për shkak mungesës se me çfarë aktivitete mirët. Për që një intervenim që do të marrë për institucioneve të ndryshme të cilat ja u mundson hapësira për me shërby vetë komunitetit. Qysh vënse me qenë targeti një grupi ekstremist, qysh mundot me u shndru në diçka të cilët vetë i kontribon komunitetit vetë. Që të rinjët edhe nëpërmjet ulumtimit, po besoj këto dhe vetë ulumtimet që ju keni bë më herët, që janë një ndër target kryesor i grupeve ekstremiste dhe kjo fatkeqësisht asnjëherë nuk ka me përfundu, nuk mundem me thonë që ka përfundu lufta jonë me ekstremizmin fetar apo forma të tjera. Përpos ekstremizmit religjios në vitet e fundit e përmendëm më herët ekstremizmin etnonacionalist i cili shpërfaqet dhe është në rritje edhe për shkak të tensioneve ndëretnike, edhe për shkak të ngjarjeve që kanë ndodhur në Ukrainë, edhe për shkak të një sentimenti që është vendosur këtu në Ballkan. E kemi Serbinë, ku deklarativisht janë mbi 20 grupe të ekstremit të djathtë, të cilat promovojnë fashizmin, promovojnë dominimin mbi Kosovën, promovojnë largimin e shqiptarëve të Kosovës prej këtu etj. Po a vrem që edhe në Kosovë kemi lëvizje të tilla,
edhe fryma etnonacionaliste të cilat synojnë promovimin e pushtimit, promovimin e largimit të një komuniteti caktuar prej vendit, ose ndoshta edhe një dominim gjeografik mbi hapësira të caktuara. Na me ato të cilët e kemi identifikuar nëpërmjet raportit, edhe ato që përmendet kanë qenë më shumë çdo grupet të ekstremit të djathtë, sidomos në pjesën veriore të vendit, të cilët edhe mbështeten prej shtetit të Serbisë. Kjo mandej është një informat po besoj veç se publike. Mirë po ato të cilët e kemi pa brenda komunitetit shqiptar, nuk ka që ka një lloj mobilizimi të një mobilizim me ideologjinë etnonacionaliste, në kuptimin me ato e dina që ka një narrativ të tillë qoftë në rrjetet sociale, për shembull me rastin e fundit sidomos në Banjska që ka ndodhur me sulmin në Banjska, e shohim që ka një rritje të gjuhës së urrejtjes sidomos të komunitetit serb, për shembull. Gjithë Serbë që jetojnë në Kosovë përdoret në narrativ që ata janë terrorist, edhe që kjo paraqet një rrezikshmëri të madhe. Është një nuancë që është problematike. Mi po me takimet ne që i kemi mbajtur me fokus grupet me të rinjit, çka është ndoshta që mund të lidhë edhe me u përdor për një grupi të ekstremit të djathtë shqiptar, po e them në këtë rast, është sidomos ç'kjo ballafaqimi me të kaluamën, edhe drejtësia tranzicionale që nuk ka qenë e suksesshme, ose Serbia nuk i ka pranuar krimet e luftës në Kosovë, i përmendin personat e pagjetur, që në fakt e tregon që të mlefin në mes të komunitetit shqiptar që ju ka bu padrejsi dhe vazhdon me ju bu padrejsi. Madje me rastin në Banjska për shembull dhe sheh që në brenda komunitetit shqiptar është na kanë vrarë kaluamën ende po dojmë na bëu të njëjtën. E kjo për neve ka paraqit problematikën në themin që na mundu me identifiku nëpërmjet raportit, që mundet mu përdor për një grupit djathtë ekstrem për me mobilizu qëtë komunitetin dhe me pas qëtë nuancën etnonacionaliste. Në mirë po brenda komunitetit shqiptar është më shumë kjo me mbrojt sovranitetin, me mbrojt vendin, më shumë se sa me targetu një komunitet tjetër, më shumë se sa me sulmu komunitetin tjetër. Apo flasim pak për një shoqni të indoktrinume, e cila me pak mundet me kalu në një shoqni radikale sa i përket etnonacionalizmit, për shkak se nëse gjatë gjithë kohës ke dëgju për padrejtësitë, për krimet, për pabarazin, për mungesën e drejtësisë, tash kjo veç është e indoktrinuar në një formë dhe mjafton një shkreps për me radikalizu. Po, kjo është problemi kryesor të cilët veç se tash na e dina nëse na shpërmendet edhe brenda në hulumtim nëse po flasim për persona të pagjetur, kjo është një gjendje faktike apo jo? Ose nëse po flasim për drejtësinë tranzicionale është një gjendje faktike këto. Kështu që është ne edhe në takimet që kemi pasur është diçka që e kupton, apo jo që ka ndodhur një padrejtësi në vendin tonë, mi po duhet me diskutu që kjo mos më kthye dhe mos më shndërndru në diçka të dhënshme, po me kërku drejtësi në forma demokratike. Pra tu ngrit zonin, tu bo konferenca, tu bo libra, tu bo punime, tu bo gjykime, të cilat janë forma demokratike. Mirë po, kjo mundet me u përdor për një grupi të djathtë ekstrem definitivisht po. Dhe kjo hulumtimi të cilën ne kemi bo është mundu me e sinjalizu, me alarmu, të cilën mundet me u përdor edhe duhet me punu në këtë drejtim, të cilët na e shohim në bazë që ekziston një narrative e tillë, edhe që lehtësisht mundet me u keq përdor. Nëse munda me e thon këto, përdisa kena punu për dy ekstreme, nëse ka qenë ekstremi religios dhe ekstremi etnonacionalist, e kena pa që kjo etnonacionalizmi është një formë në fakt që mundet lehtësisht me mobilizu komunitetin. Edhe pse flasim për ekstremizmin fetar, nuk ka që ka aq forcën sa ekstremizmi etnonacionalist në Kosovë. A mundet me pas kombinime të tilla? Definitivisht po. Të dyjave bashkë. Do të thonë me një farë forme me i ndërthur dyjat etnonacionalizmin dhe ekstremizmin fetar. Të dyjat bashkë për me mujt me mobilizu komunitetin, kjo është një e gjetur tjetër të cilët e kemi po në anën tjetër e kemi në Serbi, ato veç janë bashkë. Ato janë veç konstatohet që është bashkë, kishë ortodokse bashkë me ekstremin e djathtë. A menon që kemi rrezik edhe prej shpërfaqjes së ekstremit të djathtë në Serbi, pra grupet e cilat operojnë atje, me provoku tensione brenda Kosovës, edhe komuniteti i papërgatitur këtu me reagu dhe mi shndruat edhe në viktima.
Ne në faktin ato e pa kërcënimin më të madh këto. Nëse ky ekstremi i djathtë që vjen prej Serbisë mundet me provoku këtë ekstremin tjetër në Kosovë. Domethënë sidomos çto që përmenda drejtsinë Një farë forme një ekstrem mbrojtës. Po kjo në hulumtimet të mëhershme që kemi bu, edhe po besoj vetë ju që keni bu është kjo dezinformimi në fakt, edhe sidomos çto narrativa që vinë edhe prej Rusisë, të cilët mundohen me ngrit këtë nacionalizmin në Kosovë. Kjo me ndëlidhe dhe me sigurinë kombëtare është që kjo narrativa mundet me nxit ekstremin në Kosovë, mandej mundem me pas që kjo mund mu shëndru në diçka të dhënshme, përmes ulmuar dhe vetë Serbët që jetojnë në Kosovë, mandej në pjesën e Veriut, e kjo paraqet një kërcënim jashtëzakonisht të madh edhe për Kosovën. Ne kemi bërë edhe me një pjesë të hulumtimit, e kemi trajtu për shembull kjo pjesa e dezinformimit, që në Serbi vazhdimisht mundohet mu paraqit që Serbë që jetojnë në Kosovë janë në kërcënim të vazhdueshëm edhe prej qeverisë, por edhe prej shqiptarëve në Kosovë. Një narrative të tillë mandej amplifikohet edhe prej medjave të Rusisë, të treguar që jo mandej vetëm prej shqiptarëve, edhe prej KFOR-it në Kosovë janë të rrezikuar ata, që është një lloj mundohet mu nxit, edhe mendoj që ky mobilizimi në fakt ky një tendencë e mobilizimit të komunitetit shqiptar mas së shumti mundohet më arë për djathtës ekstreme nga Serbia. E kjo është rëndësia më e madhe për me qenë vigjilent në fakt, se kjo mundohet me buqet mobilizimin për me dëmtu në fakt vetë shtetin e Kosovës. Thjesht ata dojnë që tu provoku me shtime reagu këta zonat e fjetur edhe me ndërtu mas taj narrativën se që pëndonë në Kosovë. Këto e vrejmë sidomos kur të banë koha e Vidovdanit, kur vinë vizitat, kur ata synojnë me gjithë dikon që i sulmon këtu për shkak se ata për shpërfaqin këto elemente. Një element që rrymat e ekstremit të djathtë, sidomos to prej Serbisë e kanë shpërfaqur është mosbesimi në institucionet e Kosovës. A lidhet thirrja për mos me besu policisë të Kosovës, gjykatave të Kosovës, sidomos në veri, me elemente të ekstremit të djathtë? Pra, po du me thonë, shumë hapur kemi edhe aktivist proklamues në mediat e cilët nuk i besojnë policisë Kosovës hapur, duke thonë që ata nuk janë demokratike tjere. Në anën tjetër, policia e Kosovës njihet si policia më demokratike në rajon. Nëse lidhe me komunitetin sërb, thirrje të tilla sidomos kanë ardhur për shkak të presionit të Serbisë, dhe kjo mendoj që nuk ka ndodhur në viteve të fundit, po e shohim që kjo ka ndodhur ndër vite, të cilët me një farë forme është munduar me i pengu integrimin e serbëve në Kosovë, edhe kjo me narrativa të mos i besu institucioneve të vendit në përgjithësi, po sidomos institucioneve të sigurisë. Kjo e para, sepse kjo mundohet me një farë forme me e përdor si element për me mujt komunitetin sërb në Kosovë, për me mujt me shtri ndikimin Serbia në Kosovë dhe thjesht mos me elon Kosovën me u konsolidu plotësisht si shtet. Këto e dina, mendoj që kjo vjen historikisht. Edhe është shumë e rëndësishme mos me u konsolidu si shtet në bazat e cilat i ka të shtetit multietnik. Sakt. Kjo është ma në fakt se Serbia në fakt dëshiron me pas Kosovën të ndamë etnikisht, pra në asociacionin me strukturat më të fuqishme serbe, krijon me ndërtu një lloj federate brenda Kosovës, jo shtetin multietnik të cilën ne kemi në bazën kushtetuese. Ndoshta mos me kështu me ato që na ka ra me diskutu edhe mu shumë shpesh me hulumtime që i kom bo, mendoj që ka një lloj vedie edhe brenda komunitetit shqiptar për synime që mundohet me i bo Serbia, është edhe kur ka pas provokime të tilla, nuk ka që ka pas shumë raste të shumta të cilët shqiptar kanë shku në një pjesën e Veriut të vendit, sepse e din që ka një provokim të tillë. Nuk po du kështu me romantizu që nuk ndodh diçka e tillë, po mendoj që ka. Kemi marrë mësimin e 2004-s për këtë dhe besoj që krejt shoqënia ka kuptuar. E kupton edhe në fakt ne mund diçka që më kalon për shtypje nëse munda veç me nda këtu me një fokus grup që e kemi pas, një prej komunitetit shqiptar na ka thonë ne jemi të gatshëm që shumë ma shumë investime me shku në pjesën e Veriut të vendit për me integru se s'ka lidhje nëse ka ma pak investime për neve shqiptarve. Do të thonë për neve është të rëndësishme mu integru, sepse na ja dina qëllimin e Serbisë çka është për me shkatru shtetin e Kosovës. Për mu ka qenë shumë e rëndësishme si një vedije qytetare që vjen prej komunitetit shqiptar, që ka një vedije për këto. Po, është kjo në një formë të po përfitojmë na ma shumë, një farë
pazari apo thjesht beson që e mendojnë njerëz që duhet me pas këtë barazi? Nuk e di tash. Për mua ka qenë një deklaratë e rëndësishme që ka bo, tash ke mund me qenë edhe një lloj pazari në fakt që na përfitojnë më shumë, mund të me qenë edhe vedije. Ndoshta është një lloj pazari më shumë të cilët ne e shohim ende kërcënim për konsolidimin e plotë të shtetit të Kosovës, e shohim një kërcënim që vjen prej Po megjithatë ka shumë njerëz që besojnë në shtetin multietnik Kosovës, që punojnë çdo ditë për shtetin multietnik, për drejtat e barabarta të gjitha komuniteteve, për punë të përbashkët. Në fakt, mrena sidomos të rinjeve që kjo Kosova, si Kosovë, si shteti Kosovës besohet shumë ma shumë se gjeneratat e vjetra. Për mu ka qenë një gjetur interesant, që ne kena pa në mesin e të rinjeve, po kjo pastaj lidhet edhe me sovranitetin e Kosovës, me mbrojtjen e Kosovës. Kom dilema nëse kjo Kosova në vetvete nuk kupton një shtet multietnik apo e kuptojnë si shtetin shqiptar, po gjithsesi është Kosova është ndarë prej Shqipërisë. Kam probleme me identifiku se çka nuk kupton për ta. Mirëpo në anën tjetër është një vedije që shteti multietnik për Kosovën është në interes të konsolidimit të shtetit të Kosovës. Edhe të paktën kjo ndoshta mund me qenë si një lloj po them nëse ribesojnë apo e din si lloj përfitimi, po është një lloj incentive ndoshta për mos me e shty në akte të dhunshme. Një pjesë tjetër e ekstremit të djathtë po ashtu janë lëvizjet anti-egjiptiste ose lëvizjet kundër të drejtave të komunitetit rom, ashkali edhe egjiptas. Edhe pse në vendin tonë shteti nuk e promovon këtë punë, rezultatet, faktet na tregojnë që një pjesë e komunitetit rom, ashkali egjiptas jeton në ghetto, jeton i izolum, jeton pa mrimi shfrytzu të gjitha të drejtat kushtetuese të cilat ja ofron shteti, dhe në një farë forme kemi institucionet tona të cilat janë hapur diskriminuese ndaj këtyre komuniteteve. Po du me përmend në esencë, për shkak se volumtimi ka qenë te 30 të shkollat, faktin që ne kemi 1020-30 shkolla në vendin tonë, dhe nuk e kemi asnjë drejtar të shkollës që vjen prej këtyre komuniteteve. A mendon që kemi problem, në gjashëm është edhe me mësimdhënës, pra kemi 1 ose 2 mësimdhënës që vinë për këtyre komuniteteve dhe nuk kemi mësimdhënës tjerë. Kemi po ashtu probleme në Universitetin e Prishtinës, ku nuk ka profesor të cilët janë prej këtyre komuniteteve që ligjerojnë për studentët gjitha etnive, dhe kjo është problematik tjetër, pra është nëse struktura e lartë universitare nuk i ka të përfshime këto komunitete. A mendon që kemi në bazë, në esencë, në sistemin tonë të edukimit, një kisha me thonë frymë e cila është duke ndihmu anti-gjipsizmin në Kosovë? Kjo përgjigja fillimisht do të më thonë po për këtë, sepse ka një problem shumë të madh. Madje kur e kemi bëu hulumtimin për ekstremin e djathtë dhe kemi lidh pak se çysha e manifestohet në vendet e perëndimit dhe dina që është për shembull i targeton migrantët ose refugjatët që vinë prej vendeve të ndryshme. Kur na kthy në rastin e Kosovës për shkak që na nuk ballafaqohemi me një problem të tillë, edhe nuk e kemi trajtuar këtu. Po kur e shohim se bëhet trajtimi ndaj komunitetit rom ashkali egjiptas, e shoh që në fakt kishte qenë një lloj fryme shumë e madhe po të ishin ballafaquar me migrantët në Kosovë që është ballafaqohet perëndimi. Ka një problem të madh me këto dhe sidomos mendoj që institucionet e vendit tonë për mos me u marrë shumë me këtë problematikë të thellë shoqërore, se nuk është vetëm institucionale, ne kemi një problem shoqëror sepse ka një diskriminime. Po mendojmë që është shoqëror sepse ne besojmë që prindrit do të refuzonin me dërgu fëmijët nëse mësuesi do të jetë prej komunitetit rom. Dhe ende nuk është testuar fatkeqësisht. Këto e shohim dhëna në shoqëni, e kena diskutuar edhe në media të ndryshme, për shembull edhe vetë restorante të ndryshme kanë pas rezistencë për me pranu, kështu që ka një lloj racizmi, nëse mund me thonë kështu, edhe në nivelin shoqëror. E në nivelin institucional nuk e mendoj që është marrë shumë seriozisht kjo, për arsye që ligjet ekzistojnë, i kanë të drejtat e veta dhe është një lloj mbuloje që na nuk kena nevojë dhe qaq shumë me bëj se shteti jonë është multietnik edhe i ka të garantuar të drejtat e tyre janë të garantuar me ligj. Mirë po në anën tjetër më bjen me bashkëpunu shumë me komunitetin rom edhe e shoh që ka një zhvillim super intelektual brenda atyre, të cilët me krejt mekanizmat ata që i kanë, që janë kufizuar për shkak të jo të madh të mbështetjes që kanë nga institucionet e vendit, janë të mundu me i shty edhe me luftu për drejtat e tyre. Që është një problem shumë i madh, po në bashkëpunim që kemi me ata e shoh që sa shumë në fakt përfitojnë ana si shoqëni
prej qëti diversitetit që kena, edhe për shkak të qëti racizmi shoqëror, shumë shpesh më dhimbë se të kështu sa na i lojna pengesa vetës për me përfitu prej njëri tjetrit, jo në kuptimin përfitim kështu. Absolutisht, për me qenë të barabartë, po du me prunë vëmendje, janë dy institucionet e cilat në Kosovë vlerësohen për përfshirjen edhe dhënien e hapësirës së komunitetit rom, shkali dhe gjiptas, është policia e Kosovës dhe është gjykata. Pra na kemi gjykatës shumë të mirë që vinë prej këtyre komuniteteve dhe kemi komandante pror të cilët kujdesen për sigurinë e qyteteve tona në Kosovë të cilët vinë prej këtyre komuniteteve. Dhe pyetja ime tek sistemi arsimor është, a duhet me pas një ndërhyrje kirurgjike që Ministria e Arsimit me u bind që duhet me bën ndërhyrje në terren dhe me nis me trajtu këtë problem, çush është trajtu edhe në polici, edhe në sistemin e drejtësisë. Unë nuk e mendoj madje që duhet vetëm Ministria e Arsimit, por duhet për me pas një qasje holistike që vjen prej institucioneve të ndryshme dhe prej shoqërisë. Ka pas shumë intervenime që mbro prej shoqërisë civile, madje shohin që kjo nuk është e mjaftueshme. Tash na kur po flasim për institucionet e sigurisë, për policinë, Policia e Kosovës përmendet në për shumë çështje që është progresive, apo jo, edhe ka besueshmëri të madhe prej vet komunitetit. Ose është qeverisë prej unmikut, nuk kanë pas dorë komuniteti, deri në vitin 2010 punësimet i kanë kryer ndërkombëtar, komandën e kanë pas ndërkombëtar, diplomat i kanë dhënë ndërkombëtar. Pra nuk është merit shumë e madhe e shoqërisë tonë, po është një imponim ndërkombëtar, i cili në fund po del që ka rezultuar me suksese të mira. Për shkak se në rregulla të barabarta, anëtarët e komunitetit kanë marrë pozicione shumë të rëndësishme. Diçka me ece këtu, tash më duhet me i pas statistikat e sakta sa jo brenda Policisë Kosovës, po diçka që insistojna edhe brenda në organizatën ku punoj unë, është edhe për gratë edhe për komunitetet të tjera, sa për një me kanë agent, sa kanë pozita vendimarse. Sepse sidomos edhe për komunitetin Roma Shkali Egjiptas, nuk është vetëm me pas përfaqësimin e tyre në numra, po sa për një me i japin pushtet edhe sa për një me kanë pozita vendimarse. Me pozita vendimarse kjo ndikon pastaj edhe në ndryshimin e perceptimit shoqëror. Edhe nuk është që ti i bën favor, është meritor. Do të thonë këta persona të komunitetit e meritojnë me qenë në këto pozita dhe kanë aftësi, është e njëjta sikurse për gratë që e bojnë, apo nuk i meritojnë këto pozita, po na i bina sepse është kota gjinore. E të njëjta narrativ përdoret edhe për komunitetet pakica në Kosovë, po flas në këtë rast për komunitetin Roma Shkali Egjiptas, që ka një racizëm kundër ndaj tyre. E për atë arsye sa më shumë i ekspozojna në nivele vendimarrëse, aq më shumë e ndihmojna në ndryshimin e perceptimit edhe në përfitimin shoqëror. Nuk jena të i bëj favor. Na përfitojna shumë me që diversitetin ndaj një tjetër, me kulturën që e kena, ato që e thash në fillim. Na i lojna pengesa vetë për me mujt me përfitu për këtë diversitetit që vetë që kena brenda komunitetit tonë. Pastaj këtu edhe për komunitetin Boshnjak, Goran që jetojnë në Kosovë. Adelina, faleminderit shumë, ke shumë kënaqësi me diskutu për këtë temë shumë të rëndësishme për shoqërinë tonë dhe me dhonë qëndrime dhe mendime shumë progresive dhe të mira në këtë aspekt. Po du me të falenderu shumë edhe për raportin, po edhe për kontributin që e dhe në këtë podcast. Falenderoj shumë, Krishter. Të dashur, ky ishte diskutimi me Adelina Hasani, që është autore e raportit. Raporti normalisht mundeni me gjetë online dhe është i publikuar me të gjitha detajet dhe dhënat e hulumtimit. Ne kemi me vazhdu serinë e podcasteve mbi këtë temë me musafir të tjerë të cilët vinë nga Kosova, Shqipëria edhe nga Serbia, e po ashtu edhe nga Bosnia dhe Hercegovina, për që do të diskutojmë për këto probleme të cilat shpërfaqen në rajonin e Ballkanit, e po ashtu janë duke u shpërfaqur tashmë edhe në krejt botën. Deri në podcastin e radhës, mirëmbëjtje.